Megjithëse ministrat dhe shumë drejtues të institucioneve shtetërore janë zhytur në afera korrupsioni e vjedhjesh, nuk largohen nga detyrat, por qëndrojnë në poste dhe i qarkullojnë për detyra të tjera të larta, duke vazhduar abuzimet. Për të shpëtuar nga hetimet dhe prangat e SPAK, ata kanë krijuar një model trajtimi të institucioneve me delegim formal kompetencash tek vartësit, duke imponuar administrativisht të firmosin tender, ankande, kontrata koncesioni e marrëveshje ekonomiko-financiare, ashtu si ministrat Blendi Gonxhe, Mirela Kumbaro, Petrit Malaj, Delina Ibrahimaj, Enea Karakaçi, Evis Sala, Andi Salla Ermal Nufi. Kompetencat ekonomiko-financiare i ka deleguar edhe kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike, Ismail Shehu. Në datë 3 gusht 2026, vetëm 10 ditë pas nisjes së detyrës në krye të institucionit që heton dhe gjykon ligshmërinë e tenderve, Ismail Shehu i delegoi kompetencat e tij sekretarit të përgjithshëm të Komisionit të Prokurimeve Publike, Josi Ballauri. Në urdhrin numër 469, datë 9 gusht 2026, thuhet: sekretarit të përgjithshëm të Komisionit të Prokurimit Publik, Josi Ballauri, i delegojnë kompetencat e titullarit të autoritetit kontraktor për gjitha procedurat e prokurimit publik, duke filluar nga data 3 gusht 2026 deri në shfuqizimin e këtij urdhri që hyn në fuqi menjëherë. Gjatë 18 viteve në detyra zyrtare, ky është funksioni i parë i lartë drejtues shtetëror që Ismail Shehu delegon kompetencat tek vartësit, duke shmangur nga vetja përgjegjësinë penale të firmosjes së tenderve e akteve administrative që lidhen me çështje ekonomiko-financiare, sepse për herë shefat i kanë deleguar Ismail Shehut kompetencat e firmosjes kur ishte drejtor në Ministrinë e Mbrojtjes, shef sektori në Bordin e Mbikëqyrjes së Financave Publike, drejtori i programeve të antikorrupsionit, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë në periudhën mars 2022 prill 2026. Kompetenca i deleguan edhe ministrit Andi Salla gjatë muajve prill korrik 2026, kur Ismaili ishte sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa më 3 gusht, vetëm 10 ditë pas nisjes së detyrës si kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike, Ismail Shehu i delegoi vartësit të tij kompetencat për tenderët, sepse nga përvoja e implikimeve në detyrat e mëparshme, si bedeli aferave të shefave dhe arrestimet e zyrtarëve nga SPAK, ka kuptuar se përgjegjës penal është ai që firmos dokumentet, edhe me urdhra delegimi kompetencash.